Fundjava që kishte edhe eventin e pashkve të Krishtera, shtoi dukshëm frekuentuesit e qytetit të turizmit. Nga ana tjetër, kohë e kthjellët dhe ngrohtë një pranvere të vërtet kanë nxitur ardhjen për këtë fundjavë të grupeve të ndryshme të vizitorëve nga qytete të tjera të Shqipërisë, si dhe nga Kosova e çiftet të huajsh, që i ka joshur Saranda me bukuritë e saj, me detin dhe atraksionet turistike që kanë tërhequr interesin e tyre. Një grup nxënësish nga Kuksi kanë zhvilluar një shëtitje me skaf në përgjigjen e Sarandës. Vizitor në Sarandë edhe nga Prishtina. Po kësa herë kemi arë të shoqja e unë, ka mirë, kemi vizituar të në Sarandën për veç kështu për qi. Një ardhur dje, si klasë, për të bërë një ekspedit në Sarandë, kemi ndihur një natë dhe kemi vizituar Gjirokastrën, Sarandën dhe kemi në plan të vizitojmë edhe Putrintin, po ashtu kemi vizituar edhe Syrin e Kaltër, ishte një vend shumë i pritës edhe shumë i bukur, ishte një vend magjik dhe përveç nesh, shqiptarëve mendoj që edhe më shumë turistë ta vizitojnë këtë vend, sepse ishte me vërtet një magjik. Kjo ardhje këtu na ka shërbyer dhe na ka ndihmuar që ta njohim më mirë Sarandën dhe vendin tonë Rivierën shqiptare, që është me vërtet një hidden gem, që do të thotë një mrekulli e fshehur në Ligjit e Adriatikut dhe Jonit. Ishte një vend me vërtet shumë i bukur dhe me këtë vizitë do të kemi shpresë ta vizitojmë përsëri. Kemi qenë te Syri i Kaltër, kemi vizituar Syrin e Kaltër, tani nga Saranda nisim me Butrint, vizitojmë edhe Butrintin. Saranda ishte një qytet shumë i bukur, ishte kënaqësi që ardhëm, kaluan shumë bukur me klasën, ishte edhe me artistësha me gjithë. Për të vizituar Sarandën, Gjirokastrën, Syrin e Kaltër, Putrintin. Në këtë ditë të prillit e sidomos për fundjavë, Saranda po gjallërohet prej vizitorëve dhe turistëve vendas dhe të huaj.